Kush janë të lumturit? Të lumturit janë ata që u preokupuan me vetveten e jo me të tjerët. U kujdesën t'i pastrojnë zemrat e tyre dhe t'i përmirësojnë të metat e tyre, e llogaritën veten e tyre para se të llogariten ditën e Kiametit. Të lumturit janë ata që e njohën realitetin e jetës dhe se ajo është vend kalimi i përkohshëm e jo i përjetshëm. E shfrytëzuan kohën e tyre duke e bërë të jetë në adhurim të Allahut. Të lumturit janë ata që e përmendin Allahun në këmbë, edhe ulur, edhe shtrirë në krah. Kërkojnë falje për gjunahet e tyre dhe për mangësitë e tyre tek Allahu i tyre. Të lumturit janë ata që zilia dhe smira nuk e gjejnë rrugën për në zemrat e tyre. Edhe nëse depërton nga to diçka, mundohen ta largojnë dhe të refuzojnë prezencën e tyre në zemër. Të lumturit janë ata që nuk flasin dhe nuk dëgjojnë përveç fjalëve të mira dhe të pëlqyera. I zgjedhin fjalët e tyre ashtu si i zgjedhin frikët më të mira. Të lumturit janë ata që ecin rrugës dhe metodologjisë të dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe e pasojnë traditën e tij me vepra dhe thënie. Të lumturit janë ata që gjithmonë janë optimistë dhe besojnë se ajo që i ka ndodhur s'ka pasur mundësi të mos i ndodhë, dhe ajo çka se ka arritur s'ka pasur mundësi të arrijë. Janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletushkat. Ata janë durimtarë, të kënaqur dhe falënderues ndaj caktimit të Allahut. Të lumturit janë ata që kur e përmendin Allahun, u qetësohen zemrat dhe u rehatohen shpirtrat sa herë që i afrohen Allahut. I sheh ata të lumtur dhe në gëzim, edhe nëse jetojnë në gjendje të rëndë. O Zot, bëna neve, prindërit tanë dhe të gjithë muslimanët prej tyre.